Denis Sheu është një iri nga Libohova i cili vendosi të ndjek arsimin profesional si një mundësi për të siguruar një të ardhme më të qëndrueshme. Ai përfundoi studimet në shkollën profesionale Thoma Papapano në Gjirokastër dhe prej gati 2 vitesh punon si elektricist. Për të ky profesion nuk ishte një zgjedhje rastësishme, por një vendim i menduar mirë, duke parë mundësitë e shumta që ofron tregu i punës për zanatet. Pasi kam mbaruar shkollën 9-vjeçare, nuk kam dashur që të vazhdoja gjimnazin e për shkollë tjetër, isha më i prirur në zanat. Dhe për më të mirë dhe për diçka që tani sot për sot hahet bukë me zanat. Kam mbaruar shkollën e mesme profesionale në Gjirokastër të shkolla Thoma Papapano, 4-vjeçare, dhe kam bënë një kurs 2-vjeçar në Lorku, kam marrë pak më specializim në këto. Puna ka filluar në moshën 21-22 vjeç që kam filluar në bashki. Dhe aktualisht jam 24, ku kam diku te 2 vjet e pak që punoj si elektricisti i bashkisë. Në fillim ka qenë e vështirë sepse na shkolla në punë, sa do të kesh mësuar praktika shumë ndryshe na teoria ose na librat. Po kam patur ndihmë na më të vjetrit, elektricistit më të vjetër që më kanë ndihmuar, më ka dhënë një udhëzim dhe i kam patur krah domethënë sa kam arritur që çdo gjë i bëja vetë. Është e vështirë, është e rrezikshme, por që është kënaqësi kur dhe njerëzit të japin ato falinderimet kur i bën një punë të bukur apo këto. Si çdo profesion, edhe ai i elektricistit ka vështirësitë e veta. Denisi tregon se puna kërkon përqendrim maksimal, njohuri teknike dhe kujdes të veçantë për të shmangur rreziqet që lidhen me energjinë elektrike. Megjithatë, ai e pëlqen zanatin e tij dhe e sheh si një mundësi për të ndërtuar një karrierë të qëndrueshme. Për të puna e përditshme, pavarësia ekonomike dhe aftësia për të ndihmuar të tjerët janë disa nga aspektet më pozitive të profesionit të tij. Mua si zanat më pëlqen, është zanat i bukur, pavarësisht se është i rrezikshëm, por shumë i bukur. Sot për sot, edhe që ka kërkesë, punoj si elektricist, hidraulik, mekanik, në të tëra drejtimet e zanatit. Është një mundësi e mirë shkolla profesionale? Po. Shumë e mirë. Tani varet nga persona se si i kanë të vendosur qëllimet e tyre, po për një njerëz që nuk do të vazhdoj shumë të lodhet, zanati është i mirë. Denis ju bën thirrje të rinjve të tjerë të mos hezitojnë të zgjedhin një shkollë profesionale dhe të mësojnë një zanat të caktuar. Ai beson se zanatet ofrojnë mundësi më të mira punësimi dhe siguri për të ardhmen.